Irani së shpejti mund të përdorë raketat K-Bar, po transmetohet në rrjete sociale deklarata e supozuar e komandantit të Gardës Revolucionare Iraniane. Komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane paralajmëroi bota do të tronditej nga ajo që do të shohë. Raketa K-Bar do të lëshohen së shpejti, bota do të tronditet nga ajo që do të shohë, është ky njoftimi i fundit që vjen nga Garda Revolucionare e Iranit, pas lëshimit të mbi 150 raketave mes tyre dhe balistike mbi Izrael. Njohur edhe si Khorram Mashar, K-Bar janë një seri raketash balistike me rrezet të mesme veprimi të zhvilluara nga kompania shtetërore iraniane e mbrojtjes, Aerospace Industry Organization, por të vendosur në trupat e Gardës Revolucionare Islamike në një njësi ustarake shumë shërbimshme e forcave të armatosura iraniane. Ministria iraniane e mbrojtjes e kishte testuar raketën në janar 2017, por ajo është shpërtheu në ajër pasi fluturoi për 600 milje. Raketa u zbulua më në fund gjatë një ceremonie të mbajtur në Teheran për të përkujtuar 37 vjetorin e luftës Iran-Irak në shtator 2017. Një varianti Khorram Mashar me një mjet të rihyrës më të vogël dhe më të lehtë se versioni më parshëm u parkalua në Teheran në shtator 2019. Modifikimi parashikoi të rriste rrezën e fluturimit të raketës nga 2000 në 3000 kilometra. Një variant tjetër i raketës Khorram Mashar 2 që pretendohet se është i aftë të godas një objektiv 40 metra me 40 metra u testua në gusht 2020. Gjenerata e 4 e përmirësuar e raketës Khorram Mashar 4 e shuatur edhe raketa K-Bar u zbuluan gjatë një ceremonie që përkujtonte 41 vjetorin e çlirimit të qytetit jug perëndimor të Khorram Mashar në vitin 2023. Raketa drejtuar me precizion të mesëm K-Bar u lançua gjithashtu në testin gjatë këtij eventi. Detajet e dizajnit të raketës Khorram Mashar. Khorram Mashar është një raketë 13 metra e gjatë me lëndë djegëse të lëndshme me një diametër prej 1.5 metra dhe një peshë lëshimi prej rreth 20 ton. Raketa përfshin një ndarje ngërkesi që përmban kokë luftarake së bashku me rezervën oksiduese të sipërmete të poshtme, një seksion antitank dhe një rezervuar karburanti. Raketa nuk ka asnjë pend rrjete me pajisjen e saj të drejtimit të vendosur në ndarje të ndryshme mbi rezervuar. Raketa Khorram Mashar besohet të jetë një version iranian i raketës balistike me rrezet të mesme veprimi Hwasong-10 të Koreas së Veriut, e cila nga ana tjetër është një version i modifikuar i raketës balistike të vjetruar sovjetike RR-27 të rrëstuar nga nëndetëset sipas një raporti nga Instituti i Paqes i Shteteve të Bashkuara. Hwasong-10 e njohur edhe si raketa balistike Mus-Sudan ju dorëzua Iranit në mesin e viteve 2000 sipas Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracisë, një institut kërkimor me seli në SBA. Karakteristikat e raketës K-Bar. Raketa Khorram Mashar 4 ose raketa balistike K-Bar pretendohet se ka aftësi të përmirësojë strategjinë dhe taktikën. Është e aftë të shkatërrojë objektiva brenda një marzhi gabimi prej 30 metrash edhe në distancë prej 2000 kilometrash. Por më tepër koha e përgatitjes së saj për lëshim është më pak se 15 minuta. Ai përmban një interval të shkurtër prej afërsisht 12 minutash midis lëshimit dhe impaktit, i cili arrihet nëpërmjet përdorimit të karburantit hipergolik, vetëndezës dhe eliminimit të kërkesave të injektimit të karburantit dhe shtrirjes horizontale pas fazës së vertikalizimit. Sistemi drejtimit dhe kontrolli i mundson raketës të manovrojë dhe modifikojë rrugën e saj përtej atmosferës së tokës, ndërkohë që çaktivizon ose edhe mekanizmin e saj të drejtimit pas rivjurjes në atmosferë, duke e bërë atë të paprekshëm ndaj kundërmasave të luftës elektronike. Sistemi kontrollit gjithashtu eliminon nevojën për konfigurim konvencional me krah të hollë në kokën luftarake të raketës K-Bar, duke i mundësuar asaj të akomodojë një ngarkesë më të madhe të materialit shpërthyes. Raketa K-Bar pretendohet se posedon një forcë impakti në tokë prej 280 sekondash dhe një forcë impakti në vakum prej 300 sekondash.